Përpos mëkateve i nderuar hoç, përpos zemërgjësisë që Zoti tregon në këtë natë të madhe që jemi sonte, thuhet që në këtë natë përcaktohet edhe jeta e njeriut, fati i njeriut. Shkruhet kismeti i tij, siç e thon në gjuhën tonë. Sa është e vërtet kjo gjë? Është e vërtet se natën e Kadrit Allahu Dhul Xhelal më shumë ka të bëjë me exhelet, me mbarimin e jetës së njerëzve. Edhe pse Allahu Dhul Xhelal mbarimin e jetës së çdo kujt e ka regjistruar, e ka caktuar para se t'ia frin shpirtin në trup, para se të jetë i gjallë, duke qenë i vdekur. Ja regjistron, ja cakton, ne i themi exhel. Çka do të thotë exhel? Ndarja e shpirtit nga trupi. Ne i themi vdekje, po ajo nuk është vdekje, është transfer. Themi ka ndruar jetë. Po, ka ndruar jetë. Se njeriu në mitrën e nënës formohet 4 muaj. Zhvillohet. Po. Është i pa shpirt. Po. Është i vdekur. Po enigma këtu, sekreti është si ai zhvillohet duke qenë i vdekur. Si zhvillohet? Ajo është? Vetëm fuqia e Zotit. Fuqia e Zotit diçka të zhvillohet duke qenë pa shpirt. Pas 4 muajve dërgon një melek, një engjëll, i cili ja shkruan riskun, exhelin dhe e din Allahu Dhul Xhelal se çfarë njeri do të jetë, ai besimtar apo jo besimtar, bën mirës apo bën keqës, kështu. Duke qenë në barkë të duke qenë edhe mo hala para se t'ia frin shpirtin. E pastaj ja frin shpirtin edhe ai ndjehet i gjallë. Andaj Allahu Dhul Xhelal në Kur'an thot kuntum amwaten fa ahyaakum. Ju keni qenë të vdekur, po unë kam gjallë. Kur? Pas 4 muaj dhe ditëve kur na e ka fri shpirtin. Kjo më veç e caktuar është e caktuar edhe ky shpirt kur do del nga ky trup. Këto dy komponente, njeriu përbohet nga 2 komponente, trup, shpirt. Kur ky shpirt do del nga ky trup dhe ne e quajmë të vdekur, që nuk është i vdekur, do të ndrojë jetë. Kjo është e caktuar me prej atëherë. Mirë po, çka ndodh natën e Kadrit? Natën e Kadrit, Allahu Dhul Xhelal Melekul Mautit, atij që merret me këtë çështje, ja jep regjistrin vjetor apo listën vjetore me emrat e atyre të cilët gjatë këtij viti derisa të vjen natë e Kadrit e vitit tjetër, këto duhet të kalojnë në botën tjetër. Kjo është ajo që përcaktohet. Domethënë, nga arhiva globale, i them ne nga Lauhi Mahfudhi, Allahu Dhul Xhelal ja jep Melekul Mautit listën apo regjistrin vjetor. Edhe ai emër që ekziston çat listë që e merr Melekul Mauti me vete, me ato emra të caktuar sekundin, vendin, krejt, madje që Melekul Mauti mund të thotë tash mirë ke, po ja që si mjet në këtë natë të Kadrit, më është dhënë lista, regjistri në këtë listë që barti une, të më thotë mu është edhe emri yt. Me numër kaq, me këtë sekund bënu gati dhe atyre të cilëve ju zbret emri në atë listë, në atë regjistër, ata nuk mund të amrin natën e Kadrit tjetër. Kur vinë natë e Kadrit vitit tjetër, Meleku e ka pastru. Ato kanë shkuar në... Kanë shkuar ato, që është sigur e kanë pas momentin, sekondin, Melekul Mauti i ka dërzu edhe kanë vazhdu në botën tjetër. Një njeri që nuk i zbret emri në natën e Kadrit, në atë listë, ai nuk ka gjasa të del nga kjo botë. Pse? Allahu Dhul Xhelal nuk e ka vullos daljen e tij nga kjo botë. Nuk është i përzgjedhur. Nuk është i përcaktuar për këtë vit. Pra kjo është ajo që në natën e Kadrit ndodhen edhe kjo, përveç atyre që ndodhin tjera, ndodh edhe kjo përcaktimi i largimit të njerëzve nga kjo botë në botën tjetër.